Ju falenderoj shumë në fakt, ky është moment I veçantë dhe emocional për gjithë partinë tonë, Partinë Demokratike e Kosovës. Ky lidership e kjo parti në krye me kryetarin e vet të derisotshëm, Hashim Thaqin, ka pasur sukseset më të mëdha historike dhe politike në Republikën e Kosovës. Ne dua ta them I fakt, sot, kur unë po e marr drejtimin e partisë, Partia Demokratike e Kosovës është partia më e madhe në vend. Dhe do të vetë partia më e fuqishme në Republikën e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës në shtetë fuqishëm në zgjedhjen e zëvendës kryetarit të atyre dhe kryes e Partisë Demokratike të Kosovës, e bindur në legitimitetin demokratik në punën dhe përkushtimin e zotit Veselit për zhvillimin dhe fuqizimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe 13, Partia Demokratike do të vazhdojë nxjerrimin dhe provimin e saj të brendshëm në cilën të inkuadrimin të kuadra të reja në përputhje me vizionin dhe programin e saj qeverisës. Prishtinë, 9 mars 2010. Fyroj Zotit Thaçi, kryetarit tonë, ish kryetarit tonë, zgjedhjen e tij si president I vendit dhe fyroj Zotit Veselit, zgjedhjen e tij si kryes të tyre, dëshimin e mbledhjet e radhës.